Kuvendi i Shqipërisë mblodh paraditën e kësaj të hënë në seancën e fundit plenare të këtij sesioni parlamentar, ndërsa jashtë godinës qytetarët zhvilluan protestën e 58 radhazi. Situata u përshkallëzua shpejt pasi policia e shtetit ndërhyri me forcë për të shpërndarë protestuesit e pozicionuar në disa pika strategjike të kryeqytetit. Qytetarët kishin dalë jo vetëm para parlamentit, por edhe pranë Ministrisë së Brendshme dhe në rrugën e Elbasanit, ku prisnin mbërritjen e ministrave dhe deputetëve. Forcat e rendit të përbëra nga dy rreshta shqiponjash, FNSH dhe autobot me ujë, ushtruan dhunë për t'i larguar protestuesit nga këto pozicione, duke krijuar momente tensioni. Pavarësisht përplasjeve, protestuesit qëndruan të vendosur në kërkesat e tyre, ndërsa brenda sallës deputetët shqyrtuan ndryshime në përbërjen e komisioneve parlamentare dhe çështje të tjera të rendit të ditës, në atë që ishte seanca e fundit e këtij sesioni. Protesta para kuvendit u shoqërua me tensione të forta paraditën e kësaj të hëne. Qytetarët u mblodhën që në orët e para të mëngjesit të pajisur me vezë, domate dhe speca, të cilat synonin të përdornin gjatë mbërritjes së ministrave dhe deputetëve në seancën e fundit plenare të sesionit. Situata u përshkallëzua kur një grup protestuesish u përpoq të kalonte perimetrin e sigurisë të ngritur nga policia e shtetit. Efektivët bllokuan lëvizjen e tyre, ndërsa nga të dyja palët pati përplasje të ashpra. Qytetarët hodhën vezë në drejtim të uniformave blu, ndërsa forcat e rendit përdorën spraj me lëndë irrituese për t'i mbajtur larg godinës së parlamentit. Ky nuk është rasti i parë i përdorimit të vezëve nga protestuesit. Edhe gjatë seancës së kaluar, automjetet që transportonin deputet u goditën me vezë në hyrje të kuvendit. Forcat të shumta policie vijuan të mbanin të rrethuar zonën përreth parlamentit gjatë gjithë zhvillimit të seancës. Protesta e 58 para kuvendit u shoqërua me tensione të ashpra paraditën e kësaj të hëne. Mbi 1500 forca policore të vendosura në disa perimetra sigurie me autobot ujë, FNSH dhe shqiponja u përleshën me qytetarët që kishin dalë të armatosur me vezë, domate e speca për t'u zënë prit ministrave dhe deputetëve në seancën e fundit të sesionit parlamentar. Situata u përshkallëzua kur policia ndërhyri me spraj lotësjellës për të shpërndarë turmën. Një njeri u transportua me ambulancë drejt spitalit pasi u hodh spraj në fytyrë, ndërsa aktivisti Progni denoncoi se një polic civil e kanosi me thik teksa po filmonte tek zona e Toptanit. 6 persona u shoqëruan gjatë përplasjeve, mes tyre organizatori Arben Kola, i cili u kap nga 4 efektiv që e morën zvarr nga krahët e këmbët duke shkaktuar revolt tek të pranishmit. Kreu i partisë Mundësia, Gron Sheaj, shpërtheu nga foltorja e kuvendit: "Keni arrestuar sot Arben Kolon. 10 policë morën zvarr për t'ju mbrojtur ju. Blindoheni këtu sepse nuk dilni dot para protestuesve." 2 muaj protesta. Pas përfundimit të seancës, protestuesit marshuan drejt komisariatit numër 1 për të kërkuar lirimin e të shoqëruarve. Orët e pasdites sollën lirimin e Kolës dhe një pjesë të ndaluarve, ndërsa ironia e protestuesve ndaj shefit të komisariatit Ilir Hasrama, i goditur me vezë në sy në protestën e kaluar, vijoi me thirrjen "Si e ke syrin". Kryeministri Edi Rama i është rikthyer gjuhës së akuzave ndaj protestuesve, këtë herë duke i lidhur me ndërhyrje të huaja. Në konferencën përballja me manipulimin e informacionit dhe ndërhyrjen e huaj, ai deklaroi se protesta e flamingove është një shembull i dezinformimit dhe një çarje që kanë shfrytzuar armiqtë e vendit. "Duhet të jeni informuar për të ashtu quajturin revolucioni i flamingove. Është një shembull i jashtëzakonshëm i një çarjeje që është krijuar që u bë një mënyrë për t'hyrë armiqtë tan", deklaroi Rama. Sipas tij, sa më afër shkon një vend drejt BE-s, aq më shumë aktorët e huaj përpiqen të hynë tinzisht dhe të sulmojnë përmes fushatave të dezinformimit. Kreu i qeverisë, i cili javën e kaluar premtoi reflektim dhe aleancë me Flamingot, tani cilson ata si instrument të ndërhyrjeve të huaja, pa dhënë asnjë provë konkrete për këtë akuza. Kjo deklaratë vjen në ditën e 58 të protestave, teksa qytetarët vijojnë të kërkojnë dorëheqjen e tij para kuvendit dhe kryeministrisë. Mazhoranca po e paraqet si sukses një tjetër borxh të madh, këtë herë $302 milion nga Shtetet e Bashkuara, për të cilin kreu i grupit socialist Tauland Balla u mburr në kuvend. Marrëveshja e UAZ direkte për financim të jashtëm ushtarak u cilësua prej tij si një moment historik dhe dëshmi konkrete e besimit të SBA-ve ndaj Shqipërisë. Kjo është një marrëveshje historike për Shqipërinë, me rëndësi të veçantë për sigurinë kombëtare. Ky financim do të përdoret ekskluzivisht për modernizimin e forcave të armatosura sipas standardeve më të larta të NATO-s, deklaroi Balla. Sipas tij, Shqipëria do të ketë 48 muaj për aktivizimin e fondeve dhe çdo përdorim do të miratohet nga Agjencia Amerikane e Mbrojtjes. Megjithatë, ajo që mazhoranca po e quan sukses është në fakt një hua që do të rëndojë mbi borxhin publik dhe buxhetet e ardhshme të shtetit. Marrëveshja vjen në një kohë kur Shqipëria është nën presion për të rritur shpenzimet ushtarake dhe për të justifikuar organizimin e samitit të NATO-s në Tiranë në vitin 2027. Jo e gjithë rritja e premtuar e buxhetit të mbrojtjes përfaqëson domosdoshmërisht shpenzime të drejtpërdrejta ushtarake.
Seanca plenare e Kuvendit u shoqërua me tensione të forta para ditën e kësaj të hëne, pasi majoranca vendosi të kalojë me procedurë të përshpejtuar marrëveshjen e UAS $302 milion me Shtetet e Bashkuara. Deputetët e Partisë Demokratike bllokuan foltore në shenjë proteste, duke detyruar kryetarin e Kuvendit Niko Peleshi të ndërpresë seancën dhe ta shtyjë atë për në orën 15. Me 75 vota pro, Kuvendi miratoi më herët kalimin me procedurë të përshpejtuar të marrëveshjes në kuadër të programit Foreign Military Financing. Kreu i grupit socialist Auland Balla e cilsoi atë si një marrëveshje historike dhe dëshmi të besimit të SBA-ve ndaj Shqipërisë, duke thënë se fondet do të përdoren për modernizimin e forcave të armatosura. Megjithatë, opozita kundërshtoi mënyrën e procedimit, duke akuzuar majorancën se nuk po respekton rregullat parlamentare. Peleshi njoftoi se deputetët që duan të njihen me pjesët konfidenciale të marrëveshjes duhet të firmosin më parë deklaratën e konfidencialitetit, ndërsa projekt marrëveshja do të shqyrtohet fillimisht në komisione përpara se të kthehet në seancë plenare. Një skenë e pazakont ka shoqëruar para ditën e kësaj të hëne seancën plenare në Kuvend, teksa deputeti dhe kreu i Partisë Mundësia Agron Sheaj mori kopjen e vetme të marrëveshjes sekrete $302 milion me SBA-n dhe u largua me vrap nga salla. Punonjësia e Kuvendit e ndoqi pas duke i thënë: "O zotëri, të lutem, marrëveshja e UAS për financim ushtarak e depozituar nga qeveria të premten nuk ju vu në dispozicion deputetëve, por u njoftua se do të lexojë në një ambient të posaçëm me kapacitet vetëm 15 veta." Opozita kundërshtoi ashpër këtë praktikë administrimit të dokumentit, duke e cilësuar si fshehje nga publiku dhe shkelje të transparencës. Pavarësisht mungesës së aksesit në dokument, Kuvendi miratoi me 75 vota pro kalimin me procedurë të përshpejtuar të marrëveshjes, ndërkohë deputetët që dëshirojnë të njihen me pjesët e klasifikuara të saj duhet të firmosin më parë deklaratën e konfidencialitetit, në atë që po cilësohet si një tjetër rast i mungesës së transparencës së qeverisë ndaj Kuvendit dhe qytetarëve. Kreu i grupit socialist Auland Balla ka kërkuar para ditën e kësaj të hëne arrestimin e menjëhershëm të deputetit Agron Sheaj, pasi ky i fundit mori kopjen e vetme të marrëveshjes sekrete $302 milion me SBA-n dhe u largua me vrap nga salla e Kuvendit. Agron Sheaj duhet arrestuar në flagrancë për shkelje të ligjit. Hajduti i të dhënave personale të shqiptarëve tani ka nisur të vjedhë dhe dokumentet e Kuvendit, deklaroi Balla. Skena ndodhi pasi majoranca vendosi t'u avër deputetëve në dispozicion një kopje të vetme të marrëveshjes për ta lexuar në një ambient të posaçëm përpara seancës orës 15. Sheaj hyri, mori dokumentin dhe doli me vrap, ndërsa një punonjëse e Kuvendit e ndoqi pas, duke i thënë: "O zotëri, të lutem." Balla shkoi edhe më tej në akuzat e tij, duke përmendur një episod të mëparshëm. Agresioni ndaj një punonjëseje të administratës është gjithashtu një vepër penale. Kur mungojnë argumentet, mbeten vetëm vjedhja e dokumenteve të klasifikuara dhe dëshpërimi. Marrëveshja, e cila u fut në rend dite me procedurë të përshpejtuar, kërkon që deputetët të firmosin më parë deklaratën e konfidencialitetit për shkak të natyrës së klasifikuar të saj. Ende nuk ka një reagim nga Sheaj lidhur me akuzat e Ballës. Përplasja verbale mes Edi Ramës dhe Erion Braçës në mbledhjen e grupit parlamentar socialist të së premtes së kaluar nuk ishte thjesht një tjetër debat me deputetin kritik, ajo zbuloi një shqetësim më të thellë të kryeministrit, frikën nga rebelimi i heshtur brenda Partisë Socialiste. Rama nuk shqetësohet nga Braçe, por nga deputetët që nuk flasin hapur, thekson analiza. Braçe ka vite që kritikon hapur vendimet të qeverisë, ka votuar kundër disa ligjeve dhe ka kandiduar për Bashkinë e Tiranës, por ai nuk drejton një fraksion dhe nuk rrezikon numrat e majorancës. Problemi i vërtet për Ramën është tek shumica e heshtur e grupit, ata që në mbledhje heshtin, por në tavolina shprehin pakënaqësi, duke ju drejtuar Braçës. Rama në fakt po testonte sallën për zbuluar sinjalet e rebelimit të brendshëm. Megjithatë, këtë herë kryeministri nuk arriti të identifikojë atë që kërkonte. Intuita mund të sinjalizojë se pakënaqësia po zgjerohet, por ai nuk arrin ta mas ose ta lidh me emra konkret. Kjo është pamja politike e humbjes së kontrollit. Lideri e percepton rrezikun, por nuk e lokalizon dot. Situata është më e brishtë se më parë, edhe për shkak të faktorëve të jashtëm. Përpjekja për largimin e Ramës ka marrë për masa institucionale në disa qendra politike brenda dhe jashtë vendit, përfshirë Gjermani dhe qarqe me ndikim brenda së majtës europiane. Në këto kushte, edhe një grup i vogël brenda majorancës mund ta shëmfishonte peshën e tij politike, duke e bërë heshtje në sallë shumë më kërcënuese se përplasjet e zhurmshme të së kaluarës. Autoriteti i konkurrencës i drejtuar nga Denar Biba ka mbyllur pas një mas konkrete hetimin ndaj One Albania, kompanisë që në maj të këtij viti rriti në mënyrë të njëanshme tarifat për abonentët me kontratë. Pas gati 3 muajsh hetimi, institucioni doli me disa rekomandime për operatorët celular, por pa vendosur gjoba apo sanksione për rritjen që revoltoi publikun. Ndër kërkesat e autoritetit janë oferta më të favorshme për pensionistët dhe studentët dhe detyrimi për të njoftuar klientët 30 ditë para çdo ndryshimi çmimi. Megjithatë, këto rekomandime nuk
kanë afate detyruese dhe nuk prekin as pak tarifat e rritura që qytetarët po vijojnë të paguajnë. Ata që pësuan nga rritja e çmimeve në muajin maj, mbeten me të njëjtat fatura të larta. Ky nuk është rasti i parë kur konkurenca mbyll syt ndaj One Albania. Në vitin 2024 pas bashkimit me Eagle Mobile, kompania pati probleme të rënda me shërbimin, duke lënë qytetarët për ditë të tërë pa oferta. Rosalinda Plaka, 24 vjeçaria që u mbajt peng për disa orë nga ish partneri i saj Refit Buzi, pasi ai i vrau baban dhe plagosi rënd nënën e saj, ka folur për herë të parë para hetuesve. Ngjarja tragjike ndodhi 3 ditë më parë në fshatin Vidhish të Roskovecit, ku 35 vjeçari qelloi me armë gjahu prindrit e vajzës dhe më pas u vetvra pas rreth 10 orësh negociatash me policinë dhe Renean. Në dëshminë e saj, e reja tregoi se ishte në gjumë kur dëgjoi zhurma në shtëpi, kur u zgjua pa Refit Buzi në dhomën e saj të armatosur. Më kërcënoi të shkoja në makinë me të dhe ta ndiqja nga pas, ka deklaruar ajo. Rosalinda tha gjithashtu se nuk e kuptoi menjëherë se çfarë kishte ndodhur, pash vetëm babain të shtrirë në kuzhinë, ndërsa nënën nuk arrita ta shihja. Megjithatë, dëshmia e saj nuk ka ndihmuar ende në zbardhjen e motiveve të krimit. 24 vjeçaria nuk ka dhënë shpjegime as për përfundimin e marrëdhënies me Buzin, as për pretendimet e tij se i kishte dërguar nga Anglia 830.000 pound për t'ia ruajtur, para që sipas autorit nuk i ishin kthyer. Për këtë arsye, grupi hetimor pritet ta marrë sërish në pyetje. Një sherr masiv me thika ka ndodhur në orët e vona të së dielës në zonën e pedonales në plazhin e Durrësit, ku 3 të rinj kanë mbetur të plagosur. Të dëmtuarit janë identifikuar si FB, 19 vjeç, LC 20 vjeç dhe UC 18 vjeç. Dy prej tyre ndodhen në kujdesin e mjekëve, ndërsa i treti ka marrë lëndime të lehta dhe nuk ka patur nevojë për asistencë mjekësore. Sipas policisë, të tre janë jashtë rrezikut për jetën. Nga hetimet paraprake rezulton se konflikti ka shpërthyer për motive që ende nuk janë zbardhur plotësisht mes 3 të rinjve dhe 2 personave të tjerë. Të dyshuar si autor të plagosjes janë shtetasi LC 19 vjeç, si edhe një 15 vjeçar, çka e bën edhe më shqetësuese këtë ngjarje. Të dy autorët e dyshuar janë larguar nga vendi i ngjarjes dhe janë shpallur në kërkim. Një operacion i gjerë ndërkombëtar antidrogi koordinuar nga Prokuroria e Antimafias së Breshës ka çuar në sekuestrimin e mbi 2.6 tonëve kokainë dhe arrestimin e 4 personave, mes të cilëve edhe një shtetas shqiptar. Operacioni u zhvillua nga Guardia di Finanza në bashkëpunim me autoritetet spanjolle dhe portugeze, duke bllokuar një gomone oqeanike ultra të shpejtë pranë brigjeve të Lisbonës. Në bordin e mjetit lundrues ndodheshin 4 persona që u arrestuan menjëherë, 2 shtetas spanjoll, një shtetas i Gjilbradarit dhe një shqiptar. Ky i fundit rezulton me banim në Mantova dhe me banim në provincën e Breshës. Sipas autoriteteve italiane, ngarkesa e sekuestruar ka një vlerë prej rreth 78 milionë eurosh në tregun e shumicës. Më shumë se një vit pas nisjes së planit të rritjes prej 6 miliardë eurosh të Bashkimit Evropian, rezultatet në Ballkanin Perëndimor u nxjerrin në pamje ende të thellë midis miratimit të ligjeve dhe zbatimit real të tyre. Shqipëria, së bashku me Malin e Zi dhe Maqedoninë e Veriut, ka siguruar disa pagesa, por analistët paralajmërojnë se përmbushja e kritereve në letër nuk është treguesi ndryshimeve konkrete. Sipas një analize të Euraktiv, endeku më i madh midis progresit të deklaruar dhe atij real shfaqet pikërisht në 2 fushat që BE i konsideron më të rëndësishme: pavarësinë e gjyqësorit dhe shtetin e së drejtës. Eksperti Nevenka Vuksanović thekson se shpesh mungon dokumentacioni që do të provonte zbatimin e reformave, ndërsa shumica e qëndrueshme në Shqipëri kanë ndihmuar në miratimin e ligjeve të kërkuara nga Brukseli, por zbatimi mbetet për më vonë.